Dhe kena thonë që treguesi kryesor i dashnisë ndaj Allahut është sakrifica në rrugën e tij. Edhe këtu më mundu sa më thjesht me shpjegu për ju. Njerëzit mendojnë se me sakrifiku në rrugë të Allahut është vetëm me luftu në rrugë të tij. Pra ndonjëherë në këtë kontekst e marrin njerëzit. Kur ne i shpjegojmë të gjana, thonë po shumë bukur, ishte ders shumë i bukur, edhe kur të vinë koha me luftu në rrugë të Allahut do të sakrifikojmë. Po nuk është ajo, nuk ka vetëm ajo. Sakrifica në rrugë të Allahut nuk përbahet vetëm prej luftës në rrugën e tij. Ajo është gjaja e fundit, sepse ato janë harxhu krejt alternativa të tjera edhe ka marrë puna te lufta. Ajo është alternativa që është shumë e madhe, që ka vlerë jashtëzakonisht madhe, por nuk është e vetmja. Atëherë mund të thoni si hoç pra mund të sakrifikojmë në rrugë të Allahut, na thjesht sa pak. Po, na mund të sakrifikojmë në rrugë të Allahut shumë gjëra. Na mund të sakrifikojmë kohën tonë. Mund të sakrifikojmë pasurinë që e kena, masi e kena krejt obligimet tona, dhe kena pasuni prep, një pjesë të asaj mund të harxojmë në rrugë të Allahut. Ka shumë mënyra. Ai që ka kohën e lirë mund ta sakrifikojnë në rrugë të Allahut xhaleshanuhu, duke i dha kohën adhurimit, duke bën gjëra vullnetare, duke mësuar Kur'an. Pra edhe kjo sakrificë në rrugë të Allahut. Duke eduku nefsin e vet, mas mu marr me gjëra kote dhe të padobishme, por mu marr me gjëra që të bijnë dobi në dynjë dhe në ahiret. Edhe kjo është një formë sakrifice, sepse ti masi e ke kryer punën, mundesh më ul rat në televizor me pa deri që të flesh. Ose mundesh me dalë në pi kafe, me shku me dalë në familjen diku më knaq. Por ti zgjell me bën një aktivitet tjetër, e sakrifikon pra atë rahatin tënde, edhe vjen edhe mëson Kur'an. Ka ders hoxha. Atëherë pra unë nuk papritoj mu qu prej shpijet, edhe pse jam lirshëm tash edhe mundu më ndaj rat me pushu, mundu mu knas të pi çaj edhe të pa televizor, por unë pa sakrifikoj këtë rahati teme dhe pa shkoj në gjoj ders, pa shkoj në mësim atje se ka mësim Kuranit, ose tjera. Pra ai që punon, sakrifikon kohën e tij të lirë në rrugë të Allahut xhaleshanuhu.